Si më ke lëmë të zonën e Adriatikut aty pa ndërtim fare? Edhe te plazhi që kemi një plazh. Tani kush e zbuloi venin? Ti vet apo babi? Jo, ka babi që në 2001. Që në 2001 nga babi? Shkoj vendos atje? Jo, në fillim ka qenë gjyshi, është histori e madhe e familjes tonë. Ha mërthuet historinë. Edhe ka qenë gjyshi që më rëpar, ka qenë roje e repartis, ka qenë repart ushtarak. Po. Pasaj u ndanë tokat, si që u ndanë atërë, edhe ne padëm një 5.000 metra që i kishim aty, edhe babi filloj që në 2005, duke fillu, duke ndërtu. Në 2001 nga pas një, si me thonë, vesh një kafe ekspres. Një zonë e humbur. Do dhe ku shkoj babi ati, ku sheti që i ke thonë, ke qenë dhe qik me i vogël, ke thënë qdo këtu. Jo, i kam thonë deri para 5 vjeç. Qatë do më këtu, hajdi ikim, hajdi shqesim. Të ti haje shpirtin babit, qatë do bëjmë këtu, hajdi ikim. Kurse sot e kësaj dite, jemi dhe më thonë, unë dhe bashkë e vlaj, jemi duke që për para, babi dhe më thonë meret vetëm me guidat me kuajt, i kemi nda pak sezone. Babi merë kuajt? Po, kemi 6 kuaj. Ma gjeni më nëj foto të kuajve, ke foto të bëj? I ke sjell? Elida, mi nëzirë në gjikë kuajt, babi bën gjirën me kuaj gjithë kohën. Edhe shumë i suksesëm të pjesa kuajve. Gjithë do më thënë në hotelit që janë golem, pjesa golemit, nga që kemi review të mjera, gjithë vinë do më thënë. Ku i qoni me kuaj turistët? është një tip lagune e male, është laguna. Usha e laguna që ka të rrugën e sektorë, aty i keni? Sa e bukur është ajo. Ajo është do më thënë krye vepër edhe i shala ngelja. Dasma, vazhdojmë bërën atje, se një dyherë që kam kalu, më kanë dalë dasmë për bërë. Edhe babi bon edhe klip edhe me kuaje. Edhe krye? Ti pas ke bo babi regjizor me? Babi, do më thënë është, aji është, do më thënë që e ka fillu. Po tani do t'i thush falemderit babës, se der tani i thoshe zhdum këtu për shatë. Po, tash i thëmë çdo ditë falemderit. I thush çdo ditë falemderit. Edhe tash po mundon ta nisëm. Kristja kam premtu, ka një vit që do shkoj për të bëj një video, nuk më let koha, nuk kam. Edhe tani kam brit një orë për para kam brit në studio, se isha me gjirime jashtë. Dhe si vend, do më thënë, kam bo 6 doma, jam këthy nga emigrimi, kam 6 doma tash. Ku ke qenë emigrant? Në Angli. Në Angli, sa nejtë në Angli? Kam nejtë 6 vite. 6 vite? Po. Sëri e mirë. është më mirë këtu në vend, tatë. Jepë me duar trokitës dhe ka më mirë se në Angli. Edhe ta shqit do më thëmë po mundohëm ta që për pare duke më morë me turizmin. Plus edhe kam studiu kër kam qenë i vogël, kam qenë në hoteleri turizm. Ke qenë hoteleri turizm? Mi tregoj qik pjata ti ke sjellë. Unë më shumë kam pru të pjesa e detit, do më thëmë, se jam në pjesën e detit. Thej ftyrën kamerës, po. Po deti më vej, pas ke sofistikume. Fileto është bo pak nga rruga. është fileto me finok, do më thënë. Janë qofte me perime. Kërse të djathi është djathi veçan. Po. është djath lope. Jo, vetëm shqip nga kamera. Djath lope. Me qep poshtë dhe limon sipër. Futet në furr. E pjek në furr atë. Po. Jo që të pishe totalisht, është vetëm të shkrije. Edhe karkaleca ti pas me freskët apo i me? Po, freskët. Kam drejtën. Jo drejt, dalode është karkalec tigre. Dalot po tigre është, po edhe? Dhe qoftet me perime që janë me patate me qep grije në imët, do më thënë nga qoftet edhe djathi, unë kam arrit aty sot ku jam. Po, me qoftet dhe me djathin? Me qoftet dhe djathin, e njofin gjithë babin, do më thënë. Qoftet dhe djathin? Edhe, do më thënë, Amos prive bajt e koli, do më thënë, Amos është gërqish rër, se është rër komplet atje, dhe bajt e koli nga koli, do më thënë. Edhe, gjithë qoftet... Po, pëse pas kemi greqishten anglisht? Sepse, prive, Amos prive, kam bo një event mrapa, ku kam bo dhomat, kam bo se bëjmë ditlindje, evente, edhe me pishin. Pritë më kuajt, këtu janë. Kjo është? Pjesa kuajve. Shi. Atër në Flamingo. Flamingo janë ato? Flamingo. Atje kam bi 6 vite që është ndalu, dhe më thënë nuk gjujnë ma gjuetarët, edhe të shire, dhe më thënë, kemi 2 vite që kemi Flamingo, që është gjithmonë më atje. Elida, për 2 javë do shkojmë edhe të kuajt, s'kemi zgjidhje tjetër. Po? Dhe pjesa... Po mimo peshku, nuk e futë një qik ta fërgosh, kështu si që fërgoj? Jo se du të më uzim me mamin, se ka mamin kuzhinjerë. Kështu që nuk hyë fare të pjesa aty, i dhem tjedi. Jo. Çfarë pëlqejnë më shumë turistët në atë zonë? Turistët vetëm ushimin, pjesa parë, ushimin, edhe xhirot me kuaj. Xhirot me kuaj. Nga janë turistët që vinë ullëse? Më shumë, po? Janë nga Hollanda dhe francez. Sepse, do më thënë, golemi është, do më thënë, pushtu. Hollandez dhe francez, se golemi është pushtu, është vetëm holandez dhe, do më thënë, francez. Për shumë, vetëm kam bi 3 ditë ashi, që vetëm francez. Do më thënë, kur i pys nga jeni që flasë, do më thënë, se duke qenë emigrant, flasë ajo kurioziteti, nga jeni vetëm francez, dhe i thashe ditë babi dhe ore, veç me francez, mos ke
Ke bën e reklam veç me francez dhe nuk e dim. Qahan francez, se ata janë dhe shumë të kanjoz. Jo, për mu jo. Jo, qahan. Jo. Po, të detit nuk hajnë shumë. Du më veç, për shumë, bëj risotto, pasta dhe e mbarojnë, do më thënë se e kanë morë paketën. Sa e je risotton ti këtu i pjatë? 7.000 lek, 7 euro. Kam çmime, do më thënë çmime... 37 e ka i në Francë, që në rregull është vjen na risotto sa për 4 vakte bashkë, edhe knaqe. Në punë nuk i fut, si me malje. Jo, unë do të them diçka, kam një review të Kuwait, kam 3 kinez, para 2-3 ditë, janë kinez, do më thënë jo kinez që kërkojnë veç punë. Janë njerëz të pasur, edhe kanë dëshirë, do më thënë nga marsi vitin tjetër, kam për 7 muaj, do jetojnë aty ke unë. 7 muaj? Po, do jetojnë me, do më thënë ke pjesa dhomave, edhe do nimojnë babin ti me Kuwait. Do në shtojnë Kuwait, nimojnë babin. Po të erdhën 3 kinez, 33 ke vitin tjetër, 333 për 2 vjetë, ishte sigur. Me kinez për 5 vjetë dhe ke bo mini Shanghai atë pjesën e njërit latë. Jo, po thjesht pasionin që kam për Kuwait. Gjithë ne, unë do më thënë fokusimin e kam dediku Kuwait. Sa kuaj keni? Për momenti kam mbi 8. 8 kuaj? Edhe fëmijët e hipnin kuaj? Mosha nga 4 vjeç e sipër. 4 vjeç e sipër, në kalë? Po. Pra që, do më thënë 4 vjeç do trajnohesh në venin që kemi. Keni dhe vend trajnimi për kuaj? Do më thënë nga mosha 4 vjeç. Ma pritë se ta kam premtu. Pa tjetër. Edhe do e kesh për mbarë. Danilo, historia e Danielos është shumë interesante. Pak rrët 1 muaj, 2 muaj më parë, mos gaboj,